Jemi në kërë në spektaklin tua, jemi këtu në sheshin e fjales e mire, këngës së bukur. Do ta kemi sonte një mysafir tepër të veçantë. Unë ju kam thënë gjithmonë se Odeoni ishte oda e pellazgëve, i lirëve dhe u përcoll deri në ditët e sotme dhe si i tillë absolutisht edhe si emër e ka dhënë një të dhënë të saktë që teatri e ka rënien tek Odeoni, tek oda jonë shqiptare, pellazgo i liro shqiptare. Për javë të tëra, gjithmonë kemi pas mysafir të veçantë, njerëz që na thonë shumë çka nga segmenti i jetës së tyre. Pista të veçanta, përvojash interesante që na bëjnë që të zgjidhim problemet e çështje të ndryshme më lehtë. Sonte e kemi një mysafir të veçantë, e të rrallë, është doktor shkence, është jurist, është avokat, aktivist, ka qenë edhe basketbollist. Zonja zotëri për ju, për ne, për të gjithë, zotëri Artan Qerkini. Artan, mirë se erdhe. Mirë shëgjejnë. Si je? Mirë, faleminderit. Si ke kalu? Mirë, obligimet përditshme të zakonshme. Jo diçka veçantë. Njerëzit të avokati e shohin shpresën. Unë mendoj bile i krahasoj me doktorin. Kur e shohin mantilin e bardhë, e shohin shpresën. Edhe kur e shohin advokatin, e shohin shpresën për zgjidhjen e problemeve të mëdha jashtë shëndetit. Po dhe për shëndet, ka momente kur të kemi prit ka herë që të kemi musafir, që të na flasish për këtë segment. Kështu e zgjodhe, e kishe si pedigre, kishe familjare, juridikun, avokatin, apo ishte dëshire hershme, apo u përpunu gjatë jetës, si e zgjodhe? Të gjitha nga pak. Të gjitha nga pak. Të gjitha nga pak, edhe prindin e ndjerë, babajnë e kam pas avokat, kështu që qysh në fëmirin e hershme, jam rritur me profesionin e avokatis. Babaj gjithmonë ka preferuar që të flasë edhe me ne për çështje të caktuara. Qysh në shkollën fillore kam ditë disa kërkesa formale të përpiloj, për shembull kërkesa, lutje të asaj kohe, dhe në atë mënyrë edhe jam familiarizuar me këtë profesion dhe nuk ka qenë e vështirë për mua që të vendose cili do të jetë profesioni im në të ardhmen. Këtu e pas këmi dardha pikë në ndardha. Pikërisht. Apo vazhdon me pasarësit, apo kemi kohë me prit akoma? Kemi kohë me prit, dy vajzat nuk e kanë ndjekë rrugën time, por djali është në klasën e 2 të shkollës fillore, dhe po shpresoj se ai do ta ndjekë. Apo ti përcjell shkresat ndonjëherë se nuk shpëton ju pa u konsultuar edhe të shtëpia me shkresat apo edhe me diskutu kështu në... Po. E diskuton shpesh me familjen? Jo në rast, jo me emra me mbi emra, po si rast, si... Po, natyrisht do ta diskutoja sikur në familje të kisha edhe ndonjë jurist tjetër, mirë po në familje nuk është se ju intereson shumë juridiku, nga se familjarët nuk janë të këtij profesioni, por natyrisht edhe kur diskutojnë në familje ne duhet të kemi jashtëzakonisht kujdes, sepse ne mbartim me vete edhe informacione konfidenciale, të cilat nuk duhet të dalin në publik, prandaj duhet të jemi shumë të kujdesshëm edhe në diskutimet familjare, siç thatë edhe ju me të drejtë, nëse diskutojmë ndonjë rast, gjithmonë pa emra, gjithmonë duke mbrojtur konfidencialitetin, sepse na obligon ligji dhe kodi etikës profesionale. Kur ju keni një betim, sigur në mjekësi që kemi, para kujt e jepni betimin? Para institucioneve, po se po, a kanë duhet sigur që kemi Hipokratin në këtë drejtim, keni ndonjë titull shoqëror, njerëzor që në përsheku është bartë? Po, është betimi i avokatit, madje teksti i betimit është pjesë e ligjit për avokati. Aty do të thotë avokati betohet se do të jetë në shërbim të klientit, do të kujdeset që shërbimin e vetë ta jep duke u mbështetur në pavarësinë e profesionit, respektimin e kodit të etikës dhe gjithnjë duke u mbështetur në parimet e këtij profesioni. Betimi jepet para kryetarit odës avokatëve, është një ceremoni që oda avokatëve e organizon
sa herë që avokat e ri do të thotë licencohen. Kjo është një procedurë, megjithëse nuk është procedurë formale, nga se shumë shpesh vime situatë që ta rikujtojmë atë betimin e avokatit, nga se ne si avokat shpesh na bie të përfaqësojmë edhe raste të cilat nuk janë popullore. Ndoshta janë të urryera nga populli, mirë po ju duhet ta mbroni, sepse e keni dhënë pikërisht betimin për atë që. Shkollimin fillor në Prishtinë? Në cilën shkollë? Në shkollën Faj Konica, shkollën e mesme juridike, pastaj studimet themelore dhe shkollën e mesme juridike në ekonomi që ka qenë, ha? Në atë kohë, për shkak të situatës, ishte bartur në teknik. Në teknik. Për shkak se viteve të 90-ta, unë ka rënë në 2 vite të shkollës së mesme ti përfundoj në shkollë, ndërsa 2 vite dhe komplet fakultetin në shkollat shtëpi dhe fakultetit shtëpi. Dhe fakultetin juridik në Prishtinë. Masterin në Prishtinë dhe doktoraturën në Tiranë. Doktoraturën në Tiranë, se i kisha në absolutisht gjë për ta duar të ti, sigurisht i formësuar në ato që e kisha synim prej fillimit. Edhe me doktorun Tiranë është mrekulli, se edhe ju i takoni gjeneratës që kemi pasa ndër një herë me shku në Tiranë, e ke zatet, pak e ke zatet, e lene ma me studiu, nëse andra i me mbetet e pa realizuar, bile një vetë studime në Tiranë i kom pas shumë të shpirtit, të zemrës, e thosha, edhe sot kërë më pysin, po të mos jetoje në Prishtinë, ku do të jetoje? Në Tiranë, e thamë, se kështu e kam në... Të gjitha këto i barove në Prishtinë, si gjykas nuk e punu? Jo. Jam orientuar qysh në fillim në avokati, mirë po, ndoshta përshfrytëzoj momentin të them që Kosova si shtet i ka dhënë një rëndësi të jashtëzakonshme avokatisë si profesion, nga se Kushtetuta e Republikës së Kosovës e përfshin avokatin në kapitullin e sistemit të drejtësisë, gjë e cila nuk haset në shtetet e rajonit. Pra, në shtetet e rajonit avokatin e gjeni të profesionet e lira. Dërsa në Kushtetutën e Republikës Kosovës, avokatin e gjeni të sistemi drejtësisë. Prandaj, kjo tregon edhe për kushtimin edhe një mirënjohje të shtetit Kosovës për avokatin si profesion. Edhe ndaj atyne që kanë bëhë Kushtetutën, a? Pa tjetër. A do të thotë kjo që janë marrë kështu referenca perëndimore, maksimalisht masi ahtisari, aty kështu, do më thonë, ne bojmë si Amerikanë, si Gjermanë, si Italianë, Francezë, që ta që kanë që botën për para. Shumë e saktë. Për vitet të tëra, ke lujtë edhe basketbol. Po. Për Prishtinën? Për Prishtinën edhe një periudhë shumë të shkurtër për Mabeteksin. Për Mabeteksin, do më thonë Mabeteksi isha akoma aktiv. Po. Se unë shumë të njohë pastaj. Aty e kam përfundu karierën. Aty e përfundove karierën. Shkaku i moshës u po ajo gjë, apo shkaku i ju dhe avokatis? Doje magistratur, doktorat, këto, ti marë? Pikrisht, thjesht, une e përmenda edhe çështjen e shkollimit që një pjesë e kam përfundu në vitet e 90-ta në kushtet e jashtëzakonshme, edhe sporti do të funksionante në rrethana të jashtëzakonshme, kështu që është gati e pamundër që në ato rrethana të bëheshe sportist kulmor, për shembull basketbollist kulmor. Dhe unë kam ditë që basketbollin do ta praktikoj vetëm si rekreacion, si hobi, jo si profesion. Prandaj edhe ju kam rrekur edhe librave edhe shkollimit, por gjithmonë me një dashuri shumë të madhe për basketbollin dhe natyrisht e kam lënë basketbollin në kohën më të mirë, në moshën 27 vjeçare, nga se ju nëse me një sport, a është ai basketboll, a është handball, a futboll, në moshën 21 vjeçare nuk keni mbri në Evropë të luni, atëherë nuk mund të thoni se mund të ndërtoni karrierë të madhe. Kështu që unë e kam pa qysh me fillim se basketbollin do ta kem si hobi, prandaj edhe vendosa që ta lënë në moshë shumë të re, do është atëherë kur një sportist mund të jep maksimumin, edhe e kanë lënë qysh në moshën 27 vjeçare për t'ju rrekur më shumë profesion. Pastaj një periudhë ke qenë sekretar në federata? Po, sekretari i përgjithshëm i federatës. I federatës. A të bën më shumë si sportist a si jurist? Apo i kishte të dyja? Ishte kombinim. 2 në 1. 2 në 1, si Nescafea. Avokatin ndëruar, më pëlqen me të thonë dhe i herë edhe doktor, sepse i doktor shkence, po ju jeni edhe profesori.
Ju jeni profesor universitar në UBT. Po, që them të drejtën, në UBT kam ligjeruar për 3 apo 4 vite me radhë, por për shkak të angazhimeve profesionale, më është dashur që përkohësisht ta braktis mësimdhënien, nga se lëndët gjyqësore kërkojnë një përkushtim të madh. Ato janë jashtëzakonisht të vështira, nga se duhet të studiosh dosje të tëra, fakte, prova, gjitha ato të ndërlidhesh me ligjet në fuqi dhe kërkon një përkushtim dhe angazhim maksimal, dhe nuk kam dashur që t'ju hy në hak studentëve dhe kam vendosur që për momentin të braktis do të dhënien e mësimdhënien dhe të përkushtojmë 100% në avokati, por gjithmonë me një tendencë që të rikthehemi në mësimdhënie. Është një dëshirë. Patjetër. Është një dëshirë, që në ta do shpirti kështu në... Patjetër. Kështu, je penalist, civilist, strikt, apo përfaqëson edhe me qujt lëmit të tjera, segmente të tjera? Po, është një trend në avokati që të specializohen avokat për lëmit të caktuara. Një sigur në mjekësi, si që dini edhe ju, dhe thëtë, mjek është edhe ortopedi edhe kardiologu, po kanë lëmit të ndryshme, edhe në avokati është një tendencë e specializimeve. Unë për momentin punoj vetëm me penale, edhe pse edhe masterën e doktoraturën e kam në civile. A, në civile? Në civile, por punoj ekskluzivisht në penale, mirë po kam edhe disa çështje komerciale dhe civile të cilat më kanë mbetur ndër vite, nga se ato do të thotë marrin kohë, zgjidhja atyre jashtëzakonisht merr kohë dhe i kam 2 apo 3 çështje të natyrës komerciale dhe civile me të cilat merrem ende, mirë po në përgjithësi, mos them 10 viteve të fundit punoj ekskluzivisht me çështje penale. Mirë, se Korabi jep mësim. Po Korabi Sejdiu jep mësim në UBT dhe është specialist i drejtës komerciale. Komerciale. Po që është të vërtet, shtëpinë tuaj të përbashkët, si një model fantastik, shtëpia avokatis, po e quju në Qerkini Sejdiu, e keni bodhe një loj shkollës, unë shoh pafundësisht kuadrët që dalin prej aty, dhe pas ta i shoh emrën e për gjyqësi. Inshallah nuk është në njën nga këta që, po... Kjo avokatia ka gjurëm që nga Hammurabi, 1750 para erës së re. Pas ta i normalisht e kje edhe në kohën e Iliris, sidomos në perandorinë romake, bizantine, e kështu mesjeta, goxha i ka do lëvizje, po avokati, që është avokati? Po avokati i ndihmon qytetarit që t'i realizoj të drejtat që janë një kushtetuta dhe ligji. Pra, qytetari i Kosovës, qoftë edhe shtetasi huaj, i ka disa të drejta që janë njohin aktet normative nga kushtetuta e deri tek aktet nënligjore. Qytetari nuk është në gjendje ta di procedurën se si duhet t'i realizoj ato të drejta. E pikrisht, kur nuk e din procedurën se si duhet t'i realizoj ato drejta, që janë një rendi juridik, a i drejtohet avokatit. Pra, për këtë shërben avokati. Mirë po, në çështjet penale, me ato me cilat unë merrem më shumë, avokati i shërben zakonisht të akuzuarit për ta barazuar me njohuri profesionale me prokurorin. Nga se, imagjinoni një gjykim, ku vjen një prokuror profesional me një person që nuk ka njohuri juridike. A do t'jetë a gjykimi drejt? Nuk do t'jetë, sepse prokurori do t'ishte superior ndaj të pandeurit. Dhe prej kohës të mesjetës e tutje është mendu se si procedura gjyqësore të jetë fair dhe e drejtë. Edhe barabart. Edhe barabart. Edhe atër kanë thonë, okej, të pandeurit, pja japim një avokat, i cili ka njohurit profesionale të prokurorit, e kanë shkollimin e njëjtë, në mënyrë që ata t'i barazojnë. Dhe vetëm një procedur ku palët jenë barabarta, mund të quhet procedur e drejtë. Pra, në pikat shkurta, kjo është roli i avokatit në shtet dhe në shoqëri. Natyrisht, është shumë e gjerë, mirë po, e shpjegoha vetëm në pikat të shkurta. Në shumë praktike, shumë bukur në the. A profesion, a mision? Apo të dyat bashkë? Unë më shumë them se është mision, nga se profesionet e judikaturës, përshi gjyqësorin, avokatin dhe prokurorin, më shumë janë misione se sa profesione. Nga se avokatia nuk është thjesht një vend pune.
ku ju punoni për orës 8 dhe në ora 4. Nga se, si avokat, mund të angazhohen edhe gjatë vikendeve, nga se nuk dihet kur ndodh arrestimi. Pastaj, mund të jeni edhe deri në orët e hershme të mëngjesit në gjykatë në rastet e paraburgimit me shumë të pandehur. Pastaj, edhe mund punoni edhe gjatë festave. Pastaj ka edhe shumë net pa gjumë. Prandaj, këto veçori dhe shumë të tjera e bëjnë profesionin e avokatisë më shumë si mision, se sa si një profesion të thjeshtë. Avokati vërtet, ai që sheh kështu veten në punën e tij si biznes, apo si mbrojtës i njeriut? Po, tash, deshtën apo s'deshtën. Avokatia e ka dhe atë komponentën e vetë biznesore. Mirë po. Po njeri gjallë duhet jetoj. Ajo nuk duhet ta dominoj profesionin e avokatisë. Njëjtë në analogji sikur me kolegjet universitare. Ato duhet ta kemë primare mësimdhënien, pastaj në pikë të dytë biznesin. Njëjtë mendoj edhe avokatia. Duhet jetë shërbim mbrojtjen të mbrojtjes së interesave të klientëve, mirë po nuk mundesh mja mohu edhe atë komponentën biznesore, aq më shumë kur edhe administrata tatimore të detyron të regjistrohesh si biznes. Avokati nderuar, doktor Artan Qerkini. E kam nda paka shumë ju mundu me dasin e përkaptina, intervistën me ju, diçka shumë e veçantë, është sikur t'ja spjegosh formulën e shërimit njeriut, t'ja zgjedhësh problemet edhe në drejtësi. Çfarë ndodh me drejtësinë? E kam thënë kështu qytetari i varfër përballë sistemit. Çfarë ndodh me drejtësinë kur qytetari është i varfër? Pa avokat edhe pa arsim juridik. Pikërisht, shteti i Kosovës ka ndërtuar mekanizma. Ekziston një institucion shtetëror i cili merret me ndihmën juridike falës, edhe i cili është në shërbim të qytetarëve të cilët nuk kanë mundësi që t'i paguajnë shërbimet e avokatit. Pra shteti ka menduar që qytetarin mos ta lejoj që të psoj për shkak të mungesës së mjeteve materiale, prandaj ekziston në Kosovë Instituti i Ndihmës Juridike Falas, pastaj edhe vetë avokatit, shoqëritë e avokatëve, siç është e jona, edhe avokat ofrojnë nganjëherë edhe shërbime pro bono për klientët të cilët nuk janë në gjendje t'i paguajnë shpenzimet e avokatit, se pikërisht po ndërlidha në atë që e thatë ju. Në rastet penale, do të thotë është shteti kundër individit. Kënë e ka individi, e ka vetëm avokatin. E tash, llogarit avokati në këtë rast i ndihmon individit në rastin kundër shtetit. E çka ka shteti? Shteti ka një mekanizëm të tërë. Krejt. Ka, do të thotë, i ka 200 policë, 300 prokuror, do të thotë, ka mjete teknike, resurse materiale, ndërsa i pandehur e ka vetëm avokati. Vetëm avokati. Vetëm avokati. E shpresën që nga njëherë ne themi parimi barazis. Parimi barazis është ai parimi barazis procedurale. Po ne asnjëherë nuk mund të jemi të barabartë me do të thotë ato se çka ka shteti. Sepse shteti është natyrisht shumë më i fortë, mirë po për avokatin duhet të thuhet se duhet jetë edhe më i fortë se shteti. Pse? Sepse ka shumë raste kur avokatët e padisin shtetin dhe fitojnë rastin e gjykatës. Vetëm se tashi, megjithatë, janë dy anë të kundërta. Shteti duhet jetë gjithmonë pretenduesi me të gjithë mekanizmat më i madh për me zgjedhë drejtësinë. Jo inshallah me myt krejt atë, sepse ishim të procedurat i përdorë edhe më herët edhe tani në fjalinë e fundit. A është procedura pengesë për të vërtetën, sidomos të njerëzit analfabet, që nuk e din që ka dhe sistem këshillimor juridik, apo që pro bono mund të ofrojnë edhe avokatët, apo shtetit ta ofron një avokat, a i mbetet në asit. Ta është procedura e vretat njëri. Po, kështu procedura, ligjet procedurale duhet të jenë të balansuara. Ta marrim kodin e procedurës penale. Kodi i procedurës penale balanson obligimin e shtetit me luftu krimin edhe të drejtat e njeriut. Ato i vën në balans. Nga se, ta zom, mjetet e fshehta të përgjimit. Ato e cenojnë privatësinë. Privatësia është kategori kushtetuese, garantuar me kushtetut. Mirë po, nuk është e drejtë absolute. Sepse këtu, do të thotë ligjvënësi, i ka dhënë
përparësi të vogël shtetit luftimin e krimit. Mirë po edhe individi nuk e ka zhvesh nga privatësia. Pse? Sepse i ka thonë në këtë rast prokurorisë dhe gjykatave, nëse ju doni me ndërhy në privatësi, duhet me njek një procedurë. Cila është procedura? Duhet me ekzistu një dyshim i bazuar që personi ka kryer një vepër penale, edhe prokurori duhet me dëshmu që me mjete më pak invazive në privatësi nuk mund me mri efekti procedural. Nëse këto dy kushte në mënyrë kumulative plotësohen, atëherë mund më lëshu edhe masat e përgjimit që e lëshojnë, domethënë që e cenojnë privatësinë e individit. Pra po e shihni, privatësia është e drejtë e njerëzit. Mirë po interesi i shtetit me luftu krimin e ka mbizotru. Mirë po për mos më bë kjo në mënyrë arbitrare i ka përcaktuar procedura. Prandaj, procedura penale konkretisht duhet të jetë mishrim i obligimit të shtetit me luftu krimin, por në asnjë formë që ai luftim të mos bëhet në mënyrë arbitrare dhe duke i cenuar të drejtat e njeriu. Tash në praktikën tënde, se për ty folëm në atë pjesën, absolutisht për mua një piramide realizuar, që hale po ndërtohet, po a trajtohet realisht një qytetar pa avokat si pale barabart në këtë gjyqësinë tonë, në këto vite karriere dhe përvoje? Po është jashtëzakonisht e pamundur që të trajtohet në mënyrë të barabartë. Nga se njohurit profesionale që i ka prokurori nuk i ka palë në procedurë. Përveç nëse palë në anën tjetër është ndonjë jurist, që ndodh shumë rrallë. Pra nuk mund të kemi gjykim të drejtë, nëse njohurit profesionale të pandehurit dhe të prokurorit në rastet penale, po flas nuk barazone. Si barazone thamë edhe në fillim, përmes angazhimit të avokatit. Në këtë rast, pra, avokati është ndihmës procedural, nuk është palë, po ndihmës procedural i ndihmon të pandehurit që të drejtat e tija, që janë një kushtetuta, konventa evropiane dhe ligjin e fuqi të mos cenohen. Ky pra është roli i avokatit, sepse avokati nuk mund të bëj magji, avokati nuk mund të t'i zhbëj provat dhe faktet. Mirë po mund të kujdeset që të drejtat që janë një kushtetuta dhe ligji të mos i cenohen klientit që ai e përfaqëson. Mbi të gjitha e rëndësishme faktet me nxjerr. Pikërisht. Edhe me bërtit për atë punë, edhe me u pa ato, sepse bashkë jemi të faktet. Faktet, po du me të pyet faktet që nuk dëgjohen. Për shembull, si e shpjegoni që gjykatat shpesh nuk merren me faktet, po veç me raportet e institucioneve? A ka raste të këtilla? Ka raste të tilla, sepse ju raportin që përmendit duheni me marrë si provë të një fakti. Shpesh edhe do të thëtë në ligjërata që i mbaj edhe për studentët, gjithmonë insistoj që studentët të fakultetit juridik ta dinë ta dallojnë faktin dhe provën. Nga se shpesh kjo ngatrohet. Pra fakti është ngjarja jetësore, ndërsa prova është ajo që e dëshmon se ajo ngjarje jetësore ka ndodhur. Për shembull, unë dhe Naim jemi në ODN, është fakt. Po çka kemi provë, kemi kamerat. Pra duhet me dallu, regjistrojnë. Duhet me dallu faktin dhe provat. Nga njerë këto ngatrohen, sepse gjithmonë, siç e përmendni ju, raporti duhet të jetë në shërbim të vërtetimit të fakteve. Nga se raporti mund të përmbajë dëshmitarëve, mund të përmbajë prova tjera materiale që e vërtetojnë faktin, mirë po fakti duhet me prodhu një pasojë të caktuar juridike. A ekzistojnë mekanizma që mund ta kontrollojnë këtë gjë në mënyrë që të na bëjnë sa më të përgjegjshëm të gjithëve? Domethënë, mbi të gjitha edhe gjykatësin, edhe prokurorin, apo hetuesin më herët vjen veç avokatin, edhe njeriu që lënda të cilit po gjykohet, për shembull, me u leju që një inspektor trillon shifra në një raport financiar në një raport administratës tatimore. Dhe kalojnë 3 shkallë gjykate dhe asnjëra nuk e merr parasysh qëndrimin edhe të avokatit, po dhe të palës, që thot, hej, 5 vene inspektori ka fut shuma të trilluara. E kalon edhe Supremin kjo lëndë. E tash kjo është shqetësuese, mirë po ne jemi pak sa të hendikepuar në këtë drejtim, për faktin se ende ne nuk jemi antar të Këshillit të Evropës. Po të ishte Kosova antar e Këshillit të Evropës, rastet tona do të përfundoni në gjykatën e Strasburgut. Dhe tash për fat keq, edhe sistemi i drejtësisë
tek ne pedin që çdo gjë që fillon në Kosovë përfundon në Kosovë. Nga se ne ende nuk jemi antar Këshillit të Evropës dhe qytetarët e Kosovës janë të privuar nga mundësia që t'i drejtohen gjykatës evropiane për drejtat e njerëzit, nëse ata mendojnë se kanë pas një gjykim të padrejtë. Nëse ata mendojnë se zëri tyre nuk është dëgjuar. Nëse ata mendojnë se kanë marrë një vendim gjyqësor të parsyetuar. Të gjitha këto janë baza që një qytetar i Kosovës t'i drejtohet gjykatës evropiane për drejtat e njerëzit, mirë po ne thash se jemi të hendikepuar nga se ende nuk jemi antar të Këshillit të Evropës. Po sa të bëhemi antar të Këshillit të Evropës, do të kemi edhe një mekanizëm i cili besoj se edhe do të jetë edhe në funksion të disiplinimit të gjykatave vendore, nëse ato veç se kanë vendosur në një procedurë në mënyrë arbitrare. Sepse kjo sjell dilemën, a është pa aftësi profesionale për këtë zgjedhje apo zgjedhje qëllimshme, pa i parë absolutisht pa e pa të vërtetën. Dhe nëse kjo është bërë e tillë, qoftë edhe si pa aftësi profesionale, apo zgjedhje qëllimshme, mos dashje me pa të vërtetën, tash mundet me ndodhë një gjykim publik, që kjo opinioni publik, që kjo sto media, njeri del thet, hej, që më ku i kam, që këtu. Më duket shumë i vetmuar njeriu që po gjykohet, para krejt saj, ata me nejt, atje edhe me thonë, qështu, se qështu e ke lyp. Për marrë shembull, ekspertiza dhe super ekspertiza. Se du me të pyet pak që ata njerëz, unë kur janë në qova, zakonisht njerëz që vërtet kanë vlera në këtë drejtim, kanë çfarë për të thënë, zakonisht mundohem me nxjerr prej atyre atë që do të shërbejë si një pistë zgjidhjes së problemeve dhe njerëzit duke dëgjuar thojnë, hey, po kështu po më isha me zgjidh këtë problem, qoftë ai në shëndetësi apo në këtë rast në drejtësi siç ju kemi juve. Për shembull, unë kam kriju një bindje, po dhe në bashkëbisedim me përplot njerëz, sikur kërkesa për super ekspertizë shihet si bezdi dhe jo si e drejtë themelore. Dhe shpesh herë dhe nuk i lejojnë më bë këtë gjë. Kështu. Po dalim njerë pe shpjegojmë pak ekspertizën, tani me dalë të super ekspertiza. Para gjykatës mund të shfaqen konteste të natyrave të ndryshme. Nga njerë për vërtetimin e fakteve me relevancë për procedurën, kërkohen njohuri profesionale të cilat gjykata nuk i ka. Në të tilla raste, gjykata angazhon ekspert. Për vërtetimin e fakteve me relevancë, për cilat duhet njohuri profesionale nga një lami e caktuar. Për shembull, nëse është kontesti financiar, atëherë gjykata angazhon ekspert financiar. Mirë po, nëse eksperti nuk ka dhënë arsye për gjetjet, nuk e ka tregu metodologjinë të cilën ai e ka përdorur për me ardhur te përfundimet, pala ka të drejtë të kërkojë super ekspertizë. Dhe gjithmonë gjykata duhet që të analizoj me kujdes kërkesën e palës për super ekspertizë dhe thjesht gjykata është ajo që e ka ngarku ekspertin me detyra të caktuara. Dhe nëse gjykata nuk i ka marrë përgjigjet nga eksperti në përputhje me detyra që ka dhënë ekspertit, atëherë është shumë e natyrshme që të angazhohet edhe super ekspertiza, që zakonisht është ekspertizë që punohet nga së paku 3 ekspert. Së paku 3 ekspert, atëherë kemi të bëjmë me super ekspertizë, nga se edhe në atë rast njëri prej ekspertëve apo 2 ekspertë mund ta ndajnë mendimin nëse nuk pajtohen me ekspertët e tjerë, mirë po gjithmonë ato ekspertiza janë më të përmbledhura, më përmbajtësore dhe zakonisht në përvojën time personale, zakonisht gjykata ja u ka fal besimin nëse eksperti e ka tregu metodologjinë e qartë që e ka përdorur për me arrit deri tek rezultatet të cilat kanë qenë objekti super ekspertizës. Kjo ka ndodhur. Po nëse pas ekspertizës, e cila nuk është kontestu, gjykatësi vendos krejt në kundërshtim me ekspertizën. Kjo është pak e çuditshme, më thonë të drejtën, sepse logjika është e thjeshtë. Nëse gjykatësi mendon se ka njohuri profesionale për faktet kontestuese, mos ta angazhojë ekspertin fare. Fiks. Do thotë në momentin kur gjykatësi duhet me vërtetu një fakt për cilin s'ka njohuri profesionale, angazhon ekspertin. Nëse mendon se është më ekspert se eksperti, nuk ka nevojë me angazhu ekspertin. Fiks. Unë nuk po e di çfarë përgjigje me dhënë ndryshe nëse pyetja parashtrohet në mënyrë abstrakte siç e parashtrua ti. Në realitet, kështu se
tingëllon shumë abstrakte për faktin që tashi, se jemi në një moment tjetër, nëse ekspertiza parë nuk kemi pajtu me të, kemi vënë dyshime, edhe në mjekësi kërkohet mendimi i dytë, edhe në gjitha shkencat kërkohet mendimi, eksperimente, mendimi i dytë. Mendimi i dytë është super ekspertiza me 3. Po tani, herën e parë na dështon eksperti. Eksperti që e paguim. Qysh me vazhdu me pagu atë? Në herën e dytë, edhe me super ekspertizë, gjykatësi vendos kundrejt kësaj super ekspertize, qysh me pagu edhe këte? Po, shikoni, tash çështja e pagesave është çështje që rregullohet me... Fjallën pagese ka miliona, mos miliona të, nuk e kam veç mjallon parë. Po, shumë e qartë, shumë e qartë. Po, çështja e pagesave është çështje ma shumë teknike, edhe pse për palën nuk ka teknike, sepse ajo po shpenzon mjete materiale. Mirë po, duke qenë se në procedurë civile, do të bëjmë dallimin. Procedurë penale, i akuzuari nuk pagun ekspertizë, sepse e drejta penale o pjesë e drejtës publike. Dërsa në të drejtën civile, ekspertizën e pagun personi që e propozon ekspertin. Pse? Sepse ekziston barra e provuarit. Personi në procedurë civile që e pretendon një fakt, ajo ka barrën me provu. Nëse do me provu me ekspertizë, do të me pagu. Mirë po, me vetë faktin që e ka pagu ekspertizën, nuk do të thotë që ekspertit do të mja majtë anën palës që e ka pagu ekspertizën. Ajo do të jeti pavarur në gjetjet e tia. Mirë po, tash po dalim të një çështje tjetër të vlerësimi ekspertizës, se ekspertiza është provë, si deklarata dëshmitarit, si dokumenti, si ekspertiza janë provë. Edhe gjykata, atje në ligj thuhet, gjykata i vlerëson provat një nga një dhe të gjitha së bashku për me ardhur deri tek konkluzioni. Dhe natyrisht gjykata nëse ja fal besimin një ekspertize, duhet me tregu pse ja ka fal besimin, edhe nëse nuk ja fal besimin një ekspertize, atëherë duhet me tregu për cilat janë ato arsye pse nuk ja ka fal besimin ekspertizës. Dhe nga kjo do të varet se a kemi një vendim të arsyetuar gjyqësor apo një vendim të pa arsyetuar gjyqësor. Nga se Kushtetuta e Republikës së Kosovës i garanton secilit qytetar që të ketë një vendim të arsyetuar gjyqësor. Pra kjo është kategori kushtetuese. Krejt lufta që të jemi të drejtë me njeriun në jetë, absolutisht. Tashi, ekspertizë, super ekspertizë, 2 herë i njëjti gjykatës vendos kundër. Shkon shkallë dytë e hup lëndën, edhe hup 1 herë dhe 2 herë, se ju ka kthy 2 herë. Shtrohet pyetje shumë logjike, që mase që intereson kur ju dëgjojnë. Çka më i bën këtij gjykatësit në shkallën e parë? A është çështje pa aftësie? A është çështje pa diturie? A është çështje qëllimi të caktuar? Apo sepse pastaj po na i bën 1 milion lëndë pa kryme? Po në fakt edhe gjyqtarët e kanë atë vlerësimin e performancës. Mësojmë në DNI, Këshilli Gjyqësor i Kosovës çdo vit e vlerëson edhe analizon performancën e gjyqtarit. Mësojmë në DNI, sepse kjo është çështje e gjyqësorit, unë jam në avokati. Absolutisht. Unë edhe si ekspert drejtësie jam. Edhe në qatë drejtem edhe po përgjigjem. Mësojmë në DNI ka ndryshuar edhe kriteret për vlerësimin e punës së gjyqtarëve. Nga se në të kaluarën, gjyqtarët janë vlerësuar në bazë të kuantitetit. Dhe më thonë, një gjyqtar ka marrë notë pozitive sepse i ka kryer ta zom 25 lëndë brenda një muaji. Mirë po kjo është kuantitet. Puna e gjyqtarit duhet të vlerësohet me kualitet, jo vetëm me kuantitet. Me sa e dione kanë ndryshuar këto kritere të vlerësimit të gjyqtarëve dhe janë fut elemente të kuantitetit dhe kualitetit të vlerësimeve, mirë po me sa e di Këshilli Gjyqësor nuk i publikon vlerësimet që ja u bën gjyqtarëve në aspekt të përgatitjes së tyre profesionale. Prandaj, secili gjyqtar duhet të nënshtrohet vlerësimeve në bazë të procedurës standarde të përcaktuar me ligj dhe varësisht për rezultateve të treguara duhet të vendoset për avansimin apo për degradimin e tij. Këto janë rregullat. A zbatohen praktik? A bëhet ajo? Sepse nuk i jep ato vlerësime, nuk i... Po, Këshilli Gjyqësor i jep përgjegjësi kujt? Këshilli Gjyqësor... Është i pavarur, mirë po... Por duhet me i dhënë përgjegjësi dikujt. Shikoni se edhe kjo pavarësia shpesh po keq interpretohet. Ju jeni të pavarur në vendimarrje, po nuk jeni të pavarur në llogaridhënie. Se shpesh edhe tek ndërhyrjet në gjyqësor, kur po kërkohet llogaridhënia, po thuhet është ndërhyrje. Nuk është ndërhyrje. Ndërhyrje është nëse
një gjyqtarit politika i tregon, apo qeveria i tregon se a me thirrën e dëshmitar, mos me thirrën e dëshmitar, me marrë këtë provë, apo çfarë epilogi me dhënë rastit. Kjo ndërhyrje. Ndërsa nëse lypër llogari për kosgjatin e procedurave, për kualitetin e vendimeve gjyqësore, për arsyetimin e vendimeve gjyqësore, kjo nuk është ndërhyrje në sistemin e drejtësisë. Në asnjë vend botës nuk konsiderohet ndërhyrje. Si të konsiderohet ndërhyrje nëse ti, sikur me dalë mu pyet, po themi si student, nuk e kalon gjashën, edhe po thu unë jam shumë rregull, po më pengon ti mua pavarësinë time. Jo, unë veç po tregoj që ti e ke gjashën. Edhe në vend tonë duhet më ardh ai me 10. Jo për tjetër, po se zgjedh problemin. Sakt. Do më thonë kështu në... Se e keqja është kur kalohen pastaj me të njëjtin, në raste tjera, kur kalohen me të njëjtin vendim 3 shkallë. Ku me gjetë dërman njerëzit tanë, e the, shkon në kushtetuese, unë e kam lexuar një landë kushtetuese para një kohë, edhe ata ishin marrë me gjykim, ishin bërë shkalla 4 të gjykimit. Dhe besoni, unë u befasova për këtë gjë. Jo për tjetër, sepse ai thriste në drejtësi. Ju thoshte, më thoni, a është të drejt kjo, që kishte të drejt, apo e pa drejt që kaq? Po. Gjykimi kushtetues është jashtëzakonisht specifik. Nga se gjykata kushtetuese duhet zakonisht qytetarët i drejtohen gjykatës kushtetuese për shkeljen e nenit 31 të kushtetutës, nën ky i cili garanton gjykimin e drejtë. Gjykata kushtetuese zakonisht kur i trajton rastet, duhet t'i trajtoj vetëm nëse janë zbatuar parimet e gjykimit të drejtë. Cilat janë ato parime? Për shembull, nëse palës tjetër s'u ka dhënë mundësia me prezantu fare prova e palës tjetër kundërshtari ju ka dhënë mundësia, atëherë nuk kemi gjykim të drejtë. Nëse vendimi gjyqësor është i parsyetuar, apo i përmban gjitha faktet, mirë po ligji është zbatuar në mënyrë arbitrare, atëherë kemi shkelje të karakterit kushtetues. Gjykata kushtetuese nuk hyn në vlerësimin e fakteve dhe zbatimin e ligjit në rastin konkret, përveç nëse zbatimi i ligjit ka qenë skajshmërisht arbitrar. Atëherë cënohet edhe parimi i gjykimit të drejtë dhe mendoj se në të tilla situata gjykata kushtetuese duhet t'i prish vendimet e gjykatave të rregullta. Absolutisht. Me këthy, sepse për ndryshe, kështu forma po vlen më shumë se sa fakti dhe prova, në këtë rast. Dhe kur forma vlen më shumë se fakti dhe prova, se forma, në përmbajtjen si jemi të nxjerr, e vështirë të quhet drejtësi kjo. Po, unë po thomë, do të kishte qenë shumë mirë që vendimet e gjykatave tona të testohen në gjykatën e Strasburgut. Nga se ajo është gjykatë totalisht neutrale edhe merret ekskluzivisht me gjykimin e drejtë. Dhe nëse gjykata e Strasburgut do t'i prishte ato vendime të gjykatave tona të rregullta, atëherë me siguri do të vinim drejt të përfundimit se nuk ka pas gjykim të drejtë. Nëse do t'i lënte në fuqi, do të vinim në përfundim se ka pas gjykim të drejtë. Mirë po, jemi të hendikepuar në këtë drejtim, sepse ende nuk po mund t'i drejtohemi gjykatës evropiane për shkak të çështjeve politike, ende nuk jemi antar të Këshillit të Evropës, por shpresoj se së shpejti do të bëhemi antar dhe qytetarët e Kosovës do të gëzojnë të drejtën që t'i drejtohen në gjykatës së Strasburgut. Se problemi është kur përfundon krejt kjo, atëherë ky fakiri është i marrum, është pa të drejtë, veç me dalë me thirrë me bërtit në për qytet, sepse kemi shumë zhurmë, është kap drejtësia, s'është kap drejtësira, ka ndërhyrje, janë bën atje, nuk e di sa janë, veç unë ja futa një shifër, po e di që janë ma shumë se gjys milioni lanë të pakryera, të stërzgjatura, u a bëjnë jetën ferë njerëzve, dhe këta na jemi këtu të gjithë të paguar për mi zjedhë se cili problemet për të cilat, thash të paguar në ashta shumë vrasht, po jemi për mi zjedhë problemet për të cilat jemi të profesionalizuar, për të cilat thjesht e kemi marë për detyrë, e kemi marë një librez, një begj, kemi marë një nënshkrim dhe paguhemi dhe pastaj bëhemi më shumë penges se sa zgjidhje. Gati po dalë si kur bashkë debatus me ju në momentin. Cila është cilësia gjykimit të drejtë sot në Kosovë? Me që ju keni përvoja në atë se kom pas se keni shumë publikime. Nuk kam e harru këtë pyetje, po kam pas se keni shumë publikime. Kuj keni publikuar ma shumë publikime, avokat?
Po në disa reviste me impakt ndërkombëtar, në disa revista vendore, kështu me radhë, po kam pas publikime. Kishte shumë, nuk u mora pastaj që me ti përmen, me tituj atë gjitha. Sidomos gjatë fazës së doktoraturës, sepse ka qenë kusht. Kusht, ha? Ka qenë kusht. Pastaj e pash që jeni marrë me shumë trajnime në nivel edhe kombëtar, po edhe ndërkombëtar. Më bëri përshtypje Ukrainas, ku i ke trajnu? Po, sipas kërkesës OSBE Odirit dhe Ministrisë së Drejtësisë së Ukrainës, kam mbajtur një ligjerat online për avokatët e Ukrainës për gjykimin në mungesë për rastet e krimeve të luftës. Nga se në Ukrainë janë duke u proceduar penalisht zyrtarët rusë, të cilët kanë kryer krime lufte në Ukrainë, janë duke u proceduar në mungesë dhe atyre ju nevojitej përvoja edhe e Kosovës, nga se ne kemi kaluar në për këtë përvojë të gjykimit të krimeve të luftës, sidomos tash kemi filluar edhe me gjykimin në mungesë. Ishte një eksperiencë jashtëzakonisht e madhe. Kam ligjëruar së bashku me një gjyqtar të Tribunalit për Ish Jugosllavi dhe Tribunalit për Ruandë dhe një avokate nga Bosnia dhe Hercegovina. Ka qenë ligjërat shumë interesante dhe përmbajtësore. Dhe është më rëndësi që avokatët e Ukrainës kanë kërku që të përsëritet ligjërata, sepse ata janë aktualisht duke i proceduar të gjithë ata kriminal të Rusisë të cilët kanë kryer krime lufte në Ukrainë dhe ata janë të paarritshëm për autoritetet e Ukrainës sepse ndodhen në Rusi, mirë po janë duke u proceduar penalisht atje. Dhe shkolla jonë, shkolla juaj në këtë rast shumë rëndësishme. Cila është cilësia e gjykimit të drejtë sot në Kosovë? Kështu, po flasë për drejtën penale, është lami me cilën më shumë merna, nuk mund të them se në shumë aspekte ka gjykim të pa drejtë. Do të thëtë, disa aspekte të gjykimit të drejtë në lamin penale zbatohen. Pra, gjyqtarët nuk jau të cungojnë të drejtat pandehurve të propozojnë prova të cilat të pandehurit mendojnë se janë në favorin e tyre. Nuk jau të cungojnë të drejtën që ti marrin në pyetje dëshmitarët e prokurorisë. Pastaj të propozojnë prova materiale. Pra këto elementet kryesore të gjykimit të drejtë zbatohen. Një vërejtje e cila do të ishte më përmbajtësore ka të bëjë me arsyetimin e vendimeve, edhe aty ka përparimet të mëdha, nga se ne tek kur ka ardhur Miku dhe Uleksi kemi pa gjykim me 150 faqe. Nga se Kosova duke qenë pjesë e Ish Jugosllavisë e ka pas traditën ligjore të Ish Jugosllavisë ku njeri është dënu me burgim përjetshëm me 7 faqe arsyetim. Mirë po ne e pam që nëse dikon do me dërgu në burg, do me privu nga një drejt që i takon, siç është e drejta e lirisë, duhet arsyetimi të jetë shumë i hollësishëm. Nga se dikon për e dërgon në burg, a i duhet me ditë pse po shkon në burg. Përparime në këtë drejtim ka, mirë po ende ka shumë hapësirë për të përparuar, nga se çështja problematika e arsyetimit të vendimeve gjyqësore nuk është një problem me cilin ballafaqohet vetëm Kosova, por edhe shtetet e rajonit, mirë po ka përparime. Mirë po marrë në përgjithësi standardet e gjykimit të drejtë në lamin penale besoj se zbatohen. Folëm pak ma herët për format e mundësitë e kontrollit dhe të përgjithësive të gjykatësve dhe të njerëzve që janë në këto segmente, po mbi të gjitha, për shembull, pserëzimi i vazhdueshëm i vendimeve, që përpasoj pastaj i stërgjatë këto lëndë këto, nuk sjell pasoja për gjykatësin. E tash kjo është... Bile unë njoh gjykatë që është avancu në këtë drejtim. Po, pe kuptoj, do të thotë nëse një gjyqtarit i prishën vendimet, atëherë nuk besoj që mund të marrë vlerësim pozitiv, e mungesa vlerësimit pozitiv do të ndikojë në avancim. Ajo në këtë botë nuk kështu. Është shumë e qartë ajo. Mirë po, sa i përket zvarritjes, unë mendoj se ne duhet të kemi ligjet shumë më konkrete në lidhje me procesin e gjykimit në shkallë të dytë. Nga se mendoj se gjykata shkallës dytë shpesh herë mund vetë ta gjykoj rastin, pa pas nevojë me kthy, sepse ligji ja lejon mundësi që të hap seancë edhe në shqyrtim në shkallën e dytë, dhe nëse gjykata shkallës dytë mendon se gjendja faktike nuk është vërtetuar në mënyrë të plotë,
sepse duhen edhe disa prova materiale, sepse duhet të dëgjohen edhe disa dëshmitar. Atëherë të hap seancë në shkollën e dytë, ti dëgjoj dëshmitar të marrë provat materiale dhe të bëj vendim meritor. Jo ta kthej në rivendosje, pastaj prapë të shkon në apel e kështu të mbetet një person në procedurë për 20 vite me radhë, sepse të qenurit në procedurë të mos harrojmë se i cungon shumë të drejta. Ka se një person, duke qenë në procedurë penale, ndoshta nuk mund me marrë vizë amerikane, ndoshta nuk mund me marrë vizë britanike, e ka nevojë me shku atje. Prandaj i cenohen disa të drejta. Prandaj secili qytetar në bazë të kushtetutës ka të drejtë të gjykohet brenda një afati të arsyeshëm. E kjo ping-pongu mes gjykatës apelit dhe gjykatës shkallës parë ndikon që gjykimi të mos kryhet brenda një periudhe të arsyeshme. Sikur të ishte ky mekanizmi i kontrollit edhe i vlerësimit, që me ditë që nuk shkon më tutje, nëse, do më thonë, unë mendoj që ekzistojnë kritere për të pranuar, po themi, si gjykatës në sistemin e gjykatave të Republikës. Besoj që ka do kritere, ka një farë note mesatare, ka një farë përvoje, ka një cilësi e vlerësuar për me shku edhe më tutje. Jam mundu të nxjerr gjëra të bukura edhe praktike, se të kam dëgju, të kam përcjell në për emisione që normalisht avokatit i shkon kjo gjë edhe është nga prioritetet e para që të flasi bukur, po edhe konkret i kuptueshëm për të gjithë në mënyrë që njerëzit të kenë mundësi absolutisht ta shohin njeriun që referon, që flet, që jep mësim, se kjo është në fundit edhe pjesë e shkollës tingëllon kështu vizive që na mëson shumë gjëra, na bën edhe më kurreshtar më dëgju se si zgjidhen, se si janë përvojat e kështu. A shkojmë me pak marketing edhe kthehemi sepse kemi pastaj për të folur diçka shumë diçka më interesante.